ne kemi qenë të bindur thellësisht që pavarësisht sakrificave, ne do të arrijmë synimin përfundimtar. Dhe kur je i bindur që ke për të arritur synimin përfundimtar, nuk ka asgjë që të pengon që të vazhdosh me tutje. Është e vërtetë që ajo që tha Ridvan që vështirësitë ka qenë jashtëzakonisht mëdha, mungesë municionit, të armëve, kemi pasur shumë të rënd, masakrat kundër popullatës civile dhe shumë ngjarje të tjera që në shumë rrethana një ushtri do ta mposhtin në aspektin emotivit edhe moralit, por me të vërtetë unë tash po më duket që jam në atë kohë kur gjithë pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë qenë të bindur që liria do të vijë, kanë qenë të bindur që lufta për çlirim është e drejtë, ne jemi kanë bindur, edhe vazhdojmë të jemi bindur sot që ne kemi bërë gjën më të duhur personalisht duke qenë pjesë e USHK-s edhe duke kontribuar për çlirimin e vendit. Ushtria shqiptare e Kosovës përpos çlirimit të vendit, normalisht që synim ka pas ndërtimin e një vendi demokratik që përkrah vlerat perëndimore, pra edhe që ka synim integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ndoshta në atë kohë për shkak të rrethanave të luftës, shumë prej këtyre nuk kanë mundur të duken të pashme për opinionin, mirë po këtu kanë qenë, domthonë ne kemi qenë si ushtri shërbimtare e vendosur në rrugtimin tonë për të çlirimit të vendit në ndërtimin e një shteti demokratik, një shteti që përqafon vlera demokratike. Dhe kjo rrjedhimisht ka bërë që gjitha transformimet që i kemi kaluar, ne gjithashtu të vazhdojmë të edukohemi, shkollohemi, edhe përgatitemi që të jemi pjesë e strukturave të NATO-s në të ardhmen. Pra, ne në asnjë moment nuk kemi pasur atë hezitimin apo më dyshjen që ne do të ndërtojmë forcë jashtë asaj që është në standardet NATO-s. Pra, qysh në 99 në më pastaj edhe pse kemi pasur vështirësi normalisht, se jo të gjitha vendet e NATO-s kanë qenë përkrahëse të Kosovës në rrugtimin e saj për ndërtimin e ushtrisë së Kosovës, mirë po çka është për të theksuar, ajo që e thatë edhe ju, është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian kanë qenë të vendosura që të ndërtojnë një ushtri me standardet NATO-s. Pra, shkollimi, edukimi, ajo ndërpërshmëria jonë që kemi ndërtuar ndër vite, kanë ndikuar që të thellohen këto raporte me NATO-n, dhe sot unë mund të them lirisht që shumë pak ushtri në Evropën lindore, ndoshta edhe në krejt Evropën, kanë më shumë se FSK ushtarak të trajnuar jashtë vendit.